Në 16 ditët e aktivizimit kundër dhunës në familje, News 24 sjell dëshmitë e 2 grave të dhunuara nga bashkëshortët. 30 vjeçaria Zoja Sh nga Shkodra tregon se u martua në një moshë fare të re dhe nga martesa lindi 4 vajza, për të cilat sakrifikoi shumë. Tu pi me punua si herë, dhunë sa herë kishte qefaj që pike, nuk është se po kishte në arsye, po thjesht për i pijes, për i tipi që kishte aj. Unë s'kam baza kur. As familje se kam thonë që ban një shtu sjellet i shto, as dikur kur s'mujta me duru më i thash, se du me i da, se s'muj me na i ma me te, i shto ban i shto, jas do të me i da, burrat i kështu janë tegër, kështu bajnë burrat. Nga viti 2002 deri në 2008 skenat e dhunës sistematike kanë ndikuar edhe tek fëmijët e saj. Policia i ka pa vajzat që i ka pa zis, i ka rrah me varse rrubash, edhe ka thonë, policia ka nalë vetëm të tore, i ka thonë ka rrah vajzat të veda s'kena që mi ba. E ka lëshu. Kështu që jam detyruar të vetëm kam marrë vajzat për dorë e kam dalë. 4 vajzat për dorë kam dalë. Kam gjeti shtëpi, edhe aty të shtëpia ka ardhë, aty të lagja, prap ka ushtru dhunë ndaj meje. Atër bani 2 vjetë, gati 2 vjetë bërë. Rënë, si bjeni mu i telefonit, i bjenë prapë, thët du me ju pa. Të policia si japin as një rrugë zgjeli. Kam bërë për mikja shtetit me vajzat, e nuk mune me kalu 2 herë jam nisë, më kanë këthy në durës, se do të firma e babës. Ari se lëshon me kënë të degë se lëshon. Po fort e qetës jam, po ma mirë se kam kënë me te, jam shumë. Një tjetër rast është edhe ai 40 vjeçares Lindita L nga Shkodra, e cila rrëfen se si është dënuar nga bashkëshorti deri në ndarjen nga ai. Po thuj se një viti me krejt bukur. Atëherë filloi xhelozia e tij, një kohë e papunësia, ka ardhur disa herë edhe patrullat e policisë e kanë gjetë vetë të i ba shurë me shamat. Shumë gra rrinë sot, jo s'po shkoj mu divorsua se s'kam ku jetoj, jo shumë gra rrinë për shamu ku me shku ma shumë, e jeta vazhdan. Psikologja Elga Dizdari thekson se ka një rritje të denoncimit të rasteve të dhunës, çka do të thotë që gratë kanë kuptuar që nuk duhet të heshtin. Në përgjithësi, trendet janë drejt rritjes, por kjo nuk do të thotë që është rritur dhuna në familje, ne theksojmë gjithmonë që gratë gjithnjë më shumë punë ndërgjegjësohen për ta denoncuar si fenomen. Nuk janë të pakta rastet kur dhuna në familje ka shkaktuar edhe viktima. Një ndër shkaqet kryesore të dhunës konsiderohet varfëria.